Dhe jemi rikthyer pra këtu pas një bloku të storjeve të lajmit të karakterizuan pra ngjarje 24-orëshin e fundit dhe do të flasim tash për diçka krejtësisht tjetër. Do të flasim për një vizitë, për një kontribut të një vendi që jo shpesh dëgjohet për të. Po flas për Brunein dhe në studio kemi edhe Fejm Dragushën, i cili pra kohëve të fundit, realisht më sakt po them në nëntor të 2025, ka qenë atje për herë të fundit dhe ka përfunduar edhe doktoraturën. Por, cili është kontributi i këtij vendi, për çka flasim rrallë, në një kohë pra kur çdo gjë flitet, por përveç atyre që na kanë ndihmuar dhe janë pranë nesh, po flas pra këtu konkretisht për Brunein dhe ju vetëm. Kemi në studio pra Fejm Dragush, zot Dragusha, mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni. Mirëmëngjes, faleminderit për. Po e nisim pra konkretisht për vizitën pra që patët vizita fundit në nëntor të 2025. Përveç doktoraturës, si ishte të riktheheni sërish në Brunei? Fillimisht ju falenderoj shumë për mundësinë që na jepni këtu që sadopak të plasojmë për këto vende që shumë pak flitet në media tona, edhe nganjëherë ka bërë një konsum që po dëmton edhe publikun, edhe për çfarë ju falenderoj për çdo gjë që mundoheni që publikun ta informoni me informata të sakta. Brunei thjesht ka qenë një vend, është një vend mik i Kosovës, i cili gjithashtu e ka pranuar edhe pavarësinë e Kosovës dhe kohëve të fundit normal që kemi pas disa ftesa. Me thënë veçanë në muajin nëntor është dashur që të marr pjesë të dorëzoj edhe pjesën e fundit të doktoratës sime, që ka qenë një temë rreth sfidave të muslimanëve të Evropës, muslimanët domethënë studim krahasimtar mes atyre në Zvicër dhe Gjermani. Dhe gjithashtu kemi pas rastin që në disa universitete të Bruneit, ku janë gjithsej 5 universitete, në 3 prej tyre të prezantojmë edhe librin që është një kontribut i Bruneit për Kosovën, që është një kontribut jashtëzakonisht i madh, dhe atje kemi bërë prezantim në librit, dhe libri si i tillë është pranuar edhe nga universiteti që faktikisht botohet në gjuhën angleze, nga Universiteti Sultan Sharif Ali, që është një prej universiteteve më të mëdha islame në mbretërinë ose në sultanatin e Bruneit. Dhe si u prit prezantimi juaj? Prezantimi ka qenë jashtëzakonisht i madh, pse për mua ka qenë një sfidë shumë e madhe, sepse isha vetëm, nuk kisha domethënë ndonjë përcjellës, u deshte vetëm me u marr me përgatitjen e punimit, të librave, të prezantimit, por falenderoj shumë edhe rektorin e Bruneit, të Universitetit Dr. Nur Arfani, i cili faktikisht e ka organizuar këtë promovim dhe ligjërat, ku ka qenë domosdoshëm për pjesëmarrja gjithë stafit akademik dhe studentëve në këtë manifestim, ku gjithashtu ka marrë pjesë edhe mediat dhe kanë titulluar si Scholars Present Brunei's Contribution to Kosovo, që është një artikull që ka qenë në mediat e Bruneit, një gazetë e cila normal që lexohet edhe nga Brunei, po edhe nga qytetarët e Malajzisë. Thjesht në këtë ligjërat jemi mundu që ta falenderojmë shtetin mik të Bruneit, që edhe nga një lartësi shumë e madhe, mbi 10.000 kilometra, ata kanë dhënë domethënë nga pasuria e tyre, edhe nga buxheti i tyre, gjithashtu kanë angazhuar domethënë diplomatët e tyre që të vinë ta vizitojnë vendin tonë Kosovën, që nga viti 2000, me thekë veçantë ka qenë ish ambasadorja e Bruneit në atë kohë në Francë, Haxha Masrajna, e cila ka ardhur ka vizituar vendin Deçanin, Drenicën, Prishtinën, dhe në librin që e kemi këtu pranesh, që më ka dhëruar, aty e përmend komplet çfarë krize dhe çfarë rreziku ka qenë, që të thonë në vitin 1999, më njëherë pas përfundimit të luftës në vitin 2000, për të pasur se cilat zona kanë qenë më të prekura gjatë luftës, dhe pastaj kanë filluar me ndërtimin e disa shkollave, kanë ndihmuar universitetin që është në Mitrovic, pastaj kanë restauruar një xhami shumë të vjetër në Deçan, me pastaj kanë dhëruar bursa për studentët kosovar, dhe kjo ka qenë një plasim i gjithë këtyre kontributeve në një libër në gjuhën shqipe, me pastaj është bërë përkthim në gjuhën angleze, dhe në këtë vit, pra në vitin 2006, Universiteti në Fjalë do ta merr përsipër botimin e librit që të shpërndahet në Brunei. Po dhe libri juaj konkretisht trajton pra edhe ndikimin edhe punën e Bruneit për Kosovën, atë çfarë ka bërë. Por pse menduat pra që ishte e rrugës, zotëri Dragusha, që një gjë e tillë, një investim i tillë të bëjë edhe në mënyrë shkencore? Arsyeja ka qenë sepse Brunei, nëse shohim në arrin ndërkombëtar, domethënë ka një ndikim të madh e para. E dyta ka ndikuar shumë edhe në njohjen e pavarësisë nga vendet e tjera të botës islame dhe botës arabe, dhe për këtë qëllim duke pa domethënë ekonominë dhe zhvillimin e Bruneit përgjatë këtij 100 vjeçare të fundit, mund të them lirshëm se ne kemi shumë nevojë
që të ndërtohen domethënë raporte diplomatike mes Kosovës, pra mes Republikës Kosovës dhe Sultanatit të Brunejt, në mënyrë që të përfiton edhe shteti, edhe studentët, edhe ekonomia e vendit tonë. Arsyeja pse kemi trajtuar në këtë libër për shkak se ne tamni koha kur kemi shkuar në Brunej ka qenë viti 2001 dhe kanë kaluar disa vite dhe me kalimin e kohës gjërat harrohen. Ndërsa kur plasohen në libra ato mbesen dhe është libri i parë në këtij lloji që faktikisht ka plasuar gjithë kontributin e Brunejt, duke ja kushtuar edhe një kapitull rreth shkrirjes pozitës gjeografike, historisë së Brunejt në formë kronologjike, gjithashtu edhe kontributin. Për shkak se na tash kemi edhe musafir që vinë nga ato zona dhe mund të them që Bruneji është shteti pothuajse i parë nga Azia Lugë-Lindore që është interesuar për gjendjen dhe krizën e Kosovës menjëherë pas përfundimit të luftës. Po na si popull nganjëherë i harrojmë të mirat që na ofrojnë shtetet e tjera dhe unë kam dashur në formë modeste ta bëj këtë libër së bashku me profesorin e gjuhës angleze Jop Ramadani dhe pastaj e shpërkthyer në gjuhën angleze dhe mendoj që do të mbetet tamam se një tool që ndërtohet e ardhmja dhe raportet mes Kosovës dhe Brunejit. Ata kanë mirëpritje jashtëzakonisht shumë se në fakt ata që kanë qenë ulur në gjatë prezantimit të kësaj ligjërate dhe këtij promovimi, ata nuk i kanë postur njohuri se çfarë kanë bërë të parë. Domethënë, po flasim për një qerek shekulli, 2000-2025, janë 25 vite kontribut, thuaj se disa prej tyre edhe kanë vdekur, disa prej tyre janë të pensionuar, por e kanë mirëprit shumë dhe besoj që mirë pas këtij promovimi ne patëm vizitën e rektorit të Brunejit së bashku me bashkëshortën e tij që ishin në Kosovë për 2 ditë, domethënë në muajin dhjetor, dhe atyre pëlqej Kosova jashtëzakonisht shumë. Po vendin se sa është zhvilluar dhe ne kemi nevojë jo me fol shumë, por me i ftu këta njerëz dhe me po vendin tonë. Se vërtet Kosova është një vend i bukur, me male, me kodra, me rrugë, prandaj ata janë shumë të kënaqur. Po, dhe a kishin njohuri për Kosovën, se tash është goxha e rëndësishme kur flasim për atë tilla, shpesh e konsiderojnë pjesë të Shqipërisë, Albania dhe aty e përfshin. A kishin njohuri konkretisht për Kosovën? Them sinqerisht ata njohurit kanë shumë pak rreth Kosovës, këta e që dihet rreth luftës së fundit. Po është vërtet nganjëherë bile mendojnë që jemi diku nga Rusia andej, se na shohin të bardhë dhe mendojnë që gjua tingëllon ashtu, por me ardhen e tyre në këtë vend, pra në këtë territorit e Ballkanit, e hap një diapazon të madh, siç ndodhi me rektorin e Brunejit, ku ishte prezant dhe për çdo vizitë që bënim, ai domethënë raportonte në rrjetet e sociale, kështu që bëri që më të madhe populli i Brunejit me pa vende dhe me eksploru vendet e bukura të Kosovës. Prandaj është e ditur sikur shumë kosovarë që nuk dinë për Azinë Juglindore ose për Brunejin, një ashtu edhe Bruneji domethënë është i largët, thash mbi 10.000 km2, larg Kosovës, është i pasur, nuk janë njerëz që lëvizin, domethënë që jetojnë jashtë shtetit të tyre, zakonisht ata si vend për studime zgjedhin Australinë dhe Britaninë e Madhe, kështu që tashmë është hap korridori që të vizitohet edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe Maqedonia nga banorët e Brunejit. Po, dhe duam patjetër të pyes edhe më gjithësisht për librin. Në këtë libër pra janë të paraqura sepse kemi diskutuar edhe këtu në studio për Brunejin edhe për librin detajisht, por për të gjithë shikuesit me qenë se po ndalemi për këto. Cilat janë shtyllat kryesore mund të themi të tragushat të këtij libri dhe dua të flas edhe për kontributin apo për atë se çka keni vendosur pra që ti veçanit nga kontributi i Brunejit për Kosovën. Vërtet libri ka dikon 240 faqe, se shihet faktikisht e kemi ndonë në 7 kapituj, për shkak se pika e parë pse zgjodhi Bruneji ose sultani Bruneji pse zgjodhi Kosovën, kjo është një pyetje ose një enigmë për shkak se thash na ka bërë mas pari dhuna që është ushtruar në Bosnjë, edhe nga terrori i Serbisë, gjithashtu edhe në Kosovë, që i ka bërë që ata me ndo sadopak një shumë të tyre të hollav për me ndërtu këtë vend në aspektin edhe akademik, edhe shpirtëror, dhe ata nuk kanë zgjedhur vetëm xhamit, kanë zgjedhur universitetin, kanë zgjedhur shkollat dhe me theks të veçantë kanë zgjedhur domethënë fshatin Likos që është prek jashtëzakonisht shumë gjatë luftës, ku ishte ambasador herën e fundit aty po vetëm Varreza dhe kjo është një dëshmi se përzgjedhja e mbretërit të Brunejit që ndërtohet shkolla në Likos ka qenë se ajo shkollë ka qenë si shtabi i UÇK-s. Dhe ne kemi shumë zëra në Kosovë që vendet islamit po ndihmojnë vetëm xhamia dhe nuk është e vërtetë. Dhe kjo është qëllimi që ju kemi rrek kësaj pune dhe ju kemi qasë domethënë mbi 2 vite kohë vetëm që ta plasojmë të vërtetën se Bruneji dhe shtetet e tjera dëshirojnë që Kosovën ta shohin më mirë
se sot që ka qenë, dhe fatmirësisht kjo edhe po ndodh sot. Arsyeja e dytë ose synimi i dytë ka qenë që të mbetet edhe në Kosovë në gjuhën shqipe, po edhe në Azinë Juglindore në gjuhën angleze, për shkak se ato vende janë të pasura dhe na çka kemi nevojë për bursa studentore, në që të zgjedhet ose të përzgjedhet Azia Juglindore në aspektin fetar, ka një islam të moderuar, një islam mesatar që nuk kanë probleme që kemi, domethënë edhe ne në Evropë, me formën dhe diskursin se si ligjerohet, se si shkruhet, ata këto probleme i kanë zgjedhur në formë domethënë shtetërore, kanë ministrinë për çështje fetare dhe nuk mundet atje çdo kush me fol për fe ose me dhënë përgjigje të ndryshme, siç po ndodh në vendin tonë që nganjëherë po është edhe krizë, edhe rrezik edhe për sigurinë kombëtare. Po. Çështja tjetër që kemi këtu te libri, domethënë ky është një libër tjetër tash, këtu mund ta shihni, kjo është Ministria e Punëve të Jashtme të Bruneit, ku më është dhuruar nga ambasadorja e Bruneit në Francë, e cila e ka përshkruar domethënë me një fjalë këtu është plasu komplet kontributi i gjithë ambasadorëve të Bruneit, tashmë të pensionuar, që nga këtu kanë lëvizur në vende të ndryshme të botës. Dhe këtu kemi edhe fotografinë e ambasadorës që ka shërbyer në Francë. Faktikisht kjo është një grua, domethënë gruaja e parë ambasadore që ka shërbyer në Francë, edhe kjo ka qenë gjatë kohës kur ne kemi shkuar, sepse nuk ka qenë e lehtë ardha në vitin 2000-2001, ne vetëm sa patëm dalë për luftës. Pastaj kur i morën vizat në Francë, është dashur me marrë domethënë në ambasadë në Maqedoni, atje ka qenë krizë ende gjithashtu luftë, ka qenë vërtet një krizë e madhe dhe ajo këtu e ka shkruar një shkrim që nga modestia kisha pas dëshirë që mos ta përmendi, por është më rëndësi sepse këta janë njerëz që vërtet respektojnë shtetin, e respektojnë hierarkinë dhe mund ta lexoni është në gjuhën angleze. Po, veç ja tregon besoj aty dhe. Domethënë ajo ka shumë jashtëzakonisht shumë vizitën, promovimin e librit, shkuarën në Brunei, domethënë ku ka përmendur se I am pleased to know to have met you and to know you, I appreciate the work you are doing for the Muslim community in Kosovo and your work to maintain the good relations between Brunei Darussalam and Kosovo. Domethënë është qëllimi që të mbahen këto raporte. Kjo tashmë është e pensionuar, ka qenë diplomat në disa vende, po gjithashtu edhe ambasadore e Bruneit në Francë, ku e përfshin edhe rajonin e Ballkanit. Edhe gjitha ato ndihma që e ka dhënë Brunei kanë shku përmes zyres ose përmes ambasadës së Bruneit në Francë. Edhe për këtë jam shumë i njohës edhe në emrin tim, në emrin të popullit të Kosovës, dëshoj që ta falenderoj Brunein, edhe pse në këto çaste mbreti i tyre domethënë është në një operim të gjurit, edhe të gjithë popullit tash lutën dhe bëjnë dua për to që ai të qërohet, për shkak se ai ka kontribuar shumë edhe për vendin e vet. Vetë fakti që ata njerëz nuk duan ta lëshojnë vendin e tyre, jep me kuptuar që janë shpirtërisht të qetë, të lumtur dhe dëshojnë të jetojnë vendin e tyre. Po, dhe nëse flasim për këto, a mund të themi pra që Brunei ka qenë një nga vendet apo një nga shtetet më të sinqerta në ndihmën e tyre ndaj Kosovës, zoti Dragusha? Po mund të themi sa i përket Azisë Juglindore se kemi edhe vendet e tjera arabe, kemi edhe vendet e tjera islame që kanë ndihmuar, po edhe shtete nga Bashkimi Evropian, po kur ta shoqërojmë larg se sa larg është Brunei, që shumë njerëz në Kosovë nuk dinë as ta gjejnë as në hartë, nuk e dinë ku i bie. Kjo mendoj që ka qenë vërtet një kontribut edhe shumë mirë që potencove, domethënë shumë i sinqert sepse gjitha ato mjete që janë nda për Kosovën, edhe këto 10 bursa kanë ndikuar që gjithta student, përfshirën, domethënë ku numri jon ka qenë 10, të korrin shumë suksese, domethënë shumica prej neve edhe ka përfunduar edhe doktoraturën, domethënë bachelorin, masterin, doktoraturën dhe asnjëherë nuk kemi pas probleme me atë vend. Para e dyta, në forma se si na kanë prit neve si student. Ata nuk na kanë pas bërë asgjë, thjesht kanë pas dëshirë që një shumë të holla ta investojnë në Kosovë, një shumë tjetër mos ta ndojnë Kosovë, po të sjellin studentat në Brunei dhe na kanë përgatitur atje që secili prej studentëve që ka studiuar në Brunei flet 2-3 gjuhë të huaja dhe sot janë autor të shumë librave, drejtojnë institucione të brenda Bashkisë Islame, 3 prej tyre domethënë njëri është në Finland, tjetri është në Norvegji dhe tjetri është në Australi. Kjo është produkt i Brunei dhe unë gjatë prezantimit kur bëra në Universitetin Sultan Sharif Ali, pranë stafit akademik dhe studentëve, thash se I am proud to be a Brunei product, domethënë se atje janë prodhuar, atje domethënë kanë përgatit edhe me gjuhë të huaja, edhe me shkrime, edhe me punime shkencore dhe akademike. Po, dhe nëse flasim për perceptimin e institucioneve të Bruneit për Kosovën,
Sot tregusha si e patjo, pra si perceptoi Kosova sot në sytë të tyre, pra në sytë e këtyre institucioneve, në sytë e Brunejt, pas kaq vite, sepse e përmendëm pra kur keni qenë një periudhë goxha ndjeshme për Kosovën. Dhe tash kur i ktheheni sërish pas kaq viteve komunikimi me ta si ishte? Ashtu. Tash është vetëm një ndjenjë, është një emocion, pika e parë kisha dashur të përmend pasaportën, për shkak se në vitin kur kemi shku na, kemi pas një pasaport të mikut, që ishte problem për ta me gjenë sistem, sa ta aty shkuan të travel document, që nuk është pasaport. E me arë koha që pas 25 viteve, sidomos me shkuarjen edhe presidenti son Vjosa Osmani në muajin prill, dhe gjatë periudhës prill-maj 2025, ka arrit që edhe Brunei dhe Malezia të heqin vizat, nuk ka nevojë domethënë për viza për qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe unë qëllimi shkova te kufiri i parë aty Lavas dhe bëna një postim që thash për 25 vite kohë, domethënë kanë kontribuar për vendin tonë, ka prodhu dhe student dhe e ka mirëprit Vjosa Osmanin në një formë jashtëzakonisht madhe nga breti. Dhe ka qenë goxha e veçantë flyera. Vërtet. Plus që ka dhënë edhe një titull që quhet do thotë Datin Leila Utama, që është një titull që nuk ja ka dhuru askujt domethënë deri me sot në botë. Këtë titull ja ka dhuru mbreti Brunejt Vjosa Osmanit, dhe unë them që ata kanë dëshirë që ndërtojnë raporte, po kjo mbetet tash që quhet edhe nga qeveria jonë, që shpresoj që nuk do të kemi zgjedhje të shpeshta në këtë formë, sepse kjo ndikon negativisht edhe nga ana tjetër që presin domethënë kthimin e emailave, ndërtimin e raporteve, hapjen e ambasadave, dhe ata shohin Kosovën si një vend përparimtar, duke pa domethënë sidomos kur isha aty, e përmendë domethënë ligjëratën e Vjosa Osmanit në Universitetin e Brunejt, sepse ne ku kemi studiuar është quajtur UBD, University Brunei Darussalam, dhe gjatë takimit me rektorin e Universitetit Brunejt, po edhe me profesor, ata u ndon jashtëzakonisht thënë fjalë miradije për delegacionin e Vjosës, ligjëratën e saj dhe prezantimin e Vjosa Osmanit në sultanatin e Brunejt. Ajo që pritet sot është që qeveria e Kosovës të aplikon për bursa o fjala për studentët e Kosovës, në mënyrë që ndërtohen edhe raporte, mos mbetin vetëm me 10 studentë, se nuk janë të mjaftueshëm. Vetëm 10 studentë. Po, deri me tani, po. Dhe për fund dua t'ju pyes edhe për atë çfarë thirrje u bëni pra të gjithë atyre pra që të jenë, pse duhet të jenë pra pjesë, duhet zgjedhen Brunei për të shkuar për të studiuar. Ju keni qenë vetë pjesë aty. Ashtu, pse duhet zgjedh Brunei? Pikë pari, po kthehemi në të libri. Malezia ka ndihmuar gjithashtu Kosovën, numrin e Brunei ka qenë 10, në Malezi ka qenë 100. Po për dallim deri me tani ende nuk kemi domethënë në një libër kontributin e Malezisë, dhe na nuk mund gjithëherë të marrim gjërat për shuari se do i dim, do i kuptojmë këto gjëra. Duhet sadopak që na ka mësuar profeti alayhis salam që kush nuk është mirënjohës, kush nuk është falënderues ndaj njerëzve, ai nuk është falënderues as ndaj krijuesit, as ndaj Zotit. Ata kanë arritur shumë këtë drejtim dhe këtë ata arritur edhe si në ekonomi, si në biznes, si në rregullimin e shtetit nuk kanë arritur vetëm me noftë, po edhe me edukim. Tash Brunei ka vetëm gjysmë milion banor, po ka 5 universitete dhe atje nuk gjen asnjë shtëpi që dikush nuk ka bachelor ose master. Pra, i kushtojnë shumë rëndësi dijes. Për dallim të ne, i kushtojnë rëndësi shumë a shumë dukjes, pamjes, pasurisë. E thash vetë fakti që ata nuk e lëshojnë vendin, ne si kosovarë jemi duke jetu përballë një krize që banorët tonë, populli jonë është duke migruar ende edhe në vitin 2024, 2025, 2026, po munduhet me lëshu vendi dhe me gjetë një mirëqenie më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Unë ju bëj thirrje edhe qeverisë Kosovës, edhe institucionet përkatëse, Universitetit Prishtinës, që të ndërtojnë raporte me Brunein, për shkak se është një vend që mund të përfitojmë shumë nga përvojat e tyre, ku mos marrin përvojë kur ata domethënë kanë raporte jashtëzakonisht mira me Zelandën e Re, me Australi dhe me Britaninë. Këto janë trekançe ku studentët e Bruneit studiojnë në këto 3 universitete të njohura të Australisë, Zelandës së Re dhe të Britanisë së Madhe. Prandaj edhe ne mendoj që kemi nevojë me dal nga ky geotizim, vetëm brenda Evropës dhe me pa edhe Brunein si model, njerëz të thjesht, njerëz që punojnë për shtetin dhe jo për interesat vetanakët e tyre. Dhe të tregush unë falenderoj shumë juve që ishte këtu dhe sigurisht është kënaqësi kur flasim për gjërat që nuk janë dëgjuar dhe po gjëra të rralla për kontributet e vendeve, sidomos kur flasim për Kosovën. Faleminderit shumë. Mendje shoft edhe një herë ju falenderoj për mundësinë që na jepni dhe shpresoj që ditëve në vijim
do të kemi për shkak se tash edhe kanë plasu edhe bushat që dhurohen, kështu që ju kërkoj gjithë studentëve që mund të aplikojnë, e kanë online mundësinë për me apliku për 3 bushat që tashme Brunei i dhuron për qytetarë të shumë të botës që jetojnë. Falenderoj të shumë. Falenderoj. Dhe të dashur shikues,